sot nuk ka më opozit, ka ata njerëz të cilët kanë treguar cilësi, ata njerëz të cilët kanë treguar qëndrueshmëri, ata njerëz të cilën janë goditur më keq nga ky regjim, dhe duhet të themi që ky regjim fiksionimin kryesor nuk e ka patur as te mua as te ty, po e ka patur te Partia Demokratike si më e qëndrueshme, e cila është më frymëzuese, e cila ka prodhuar dhe i ka sjell popullit revolucionin e parë demokratik, dhe për gjitha këto cilësi, sigurisht partitë e tjera nuk ju mohohet kontributi tyre, mund të jenë alternativa, por kur vjen puna e alternativës Shqipërisë, duhet të mblidhemi të gjithë së bashku, dhe pasaj ata njerëz të cilët mendojnë që veprimi ndaj Shqipërisë është një veprim që duhet konkretizohet dhe me favore personale, ata pasaj të vazhdojnë punën e tyre në parti përkatëse dhe të bëjnë opozitën ndaj pushtetit. Është sa i lehtë apo i vështirë është ky moment? Nga njëra anë gjendja duket që është skandaloze, nga ana tjetër kemi partitë e ndryshme të opozitës që duket se nuk arrin dot, paktën deri tani, që të krijojnë një platformë bazike ku të merren vesh për disa gjëra bazë që mund t'i mbajnë në një front, duke ruajtur individualitetin e tyre natyrisht, po janë duke nuk e arrin dot. Ndoshta në të ardhmen e bëjnë të gjë me hapa pak më serioz. Kemi nga ana tjetër qytetarët cilët duken të mpirë për momentin, megjithëse historia na tregon që ajo që duket si mpirje nga një çast në tjetrin mund të shpërthejë pastaj në revolt, por nuk e parashikojmë dot as këtë çfarë ndodh. Kemi dhe Spakun që e shohim e nxisim gjatë gjithë kohës që të punoj, po dhe Spaku me këtë nivel që dëgjuam nga ish zëvendëskryeministri Ahmetaj, ata 19 prokuror me gjithë problemet e tyre që ka secili, duket se nuk janë këtu kundër 1 apo 2 apo 3 zyrtarëve, duket sikur janë ndaj Republikës së Shqipërisë aty, se gjithë Republika duket e kapur, e zhytur, gjithë aktorët e mëdhenj ekonomik, legal apo jo legal, janë të zhytur në këtë korrupsion. Kjo është shumë e madhe, zoti Nesho. Ju po ngrini një çështje tepër të vërtet, po e nis nga kjo e treta në lidhje me një institucion që shumica e shqiptarëve ka një besim. Ne kemi qenë nga ata që kemi parë veprimet e Spakut në kohën që e drejtonte Dumani, kemi thënë që po përdore si institucionet e tjera, duke ditur edhe vështirësitë që shteti ishte i kapur nga Rama. Provat janë të qarta që ky shtet ka ekzistuar i kapur deri në fyt nga një